Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet përfundimtare të parlamentarëve të 7 qershorit, duke i hapur rrugë fazës së formimit të institucioneve të reja të vendit. Lëvizja vetëvendosje ka siguruar 53 mandate në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 22 deputet, e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 të tillë. Tek radhët e aleancës kemi ndryshim në renditje, ku në vend të Ardian Gjinit zëvendësohet me Bek Berishën, ndërsa në vend të Daud Haradinaj kemi Burim Ramadanin. Pas certifikimit, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka detyrimin kushtetues të thërrasë seancën konstituive të kuvendit brenda 30 ditëve. Në këtë seancë do të zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit, ndërsa më pas do të nisë procedura për formimin e qeverisë së re. Për krijimin e shumicës parlamentare nevojiten të paktën 61 mandate. Përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se i kanë siguruar votat për formimin e ekzekutivit, ndërsa kanë shprehur gatishmëri për dialog edhe lidhur me zgjedhjen e presidentit. Megjithatë, analistët vlerësojnë se sfida më e madhe mbetet zgjedhja e presidentit të ri, proces që kërkon konsensus më të gjerë politik. Kushtetuta parashikon që presidenti të zgjidhet brenda 60 ditëve nga konstituimi i kuvendit. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja.